Në muajt e parë të vitit, indeksi i çmimit të mallrave të konsumit pësoi rritje, duke u referuar të dhënave të publikuara nga Instat, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky tregues u rrit me më shumë se 1%. Kjo situatë është ndikuar nga rritja e çmimit të grupit të ushqimeve, kryesisht ku rritjen më të madhe e pësuan zarzavatet, mishi, por dhe qumshti, djathi e vezët. Kjo rritje çmimesh ka rënduar xhepin e qytetarëve korçar, kryesisht pensionistëve, për të lehtësuar këtë barë nga ana e qeverisë, për ta u ofruar dhe një bonus. Normalisht që ndikon se pensionista jemi, nuk e përballojmë dot. Ka rritje, shikojmë sa herë bëjmë pazare, shikojmë që ka rritje kudo. Cilat produkte më shumë? Po dhe në ushqimoret e kemi vënë më shumë dhe në bulmeti. Mishi. Bonusi që ju dha këtë muaj ju ka lehtësuar sadopak shpenzimet mujore? Po deri diku, po. Po në fruta perime ndjehet pak më shumë se edhe sezoni që nuk ka. Kurse këto mishi kështu ka qenë, kështu është. Si ju duken çmimet aktualisht? Janë të përballueshme? Të përballueshme për ne janë si pensionista. Po, i thonë një fjalë sa kemi organ në shtrikembët. Rritje të çmimeve kanë pësuar dhe pijet alkolike dhe duhani, si dhe një grup tjetër ku përfshihen mobiljet, pajisjet shtëpiake dhe ato të mirëmbajtjes.